Përshëndetje ju themi edhe këtë javë, gjithë juve shikuesdashur që jeni duke shoqëruar me emisionin Amel këtu në ekranet e TV1. Sonte kemi ardhur me përcjell kanaxhegjin e fjollës. Fjolla po bëhet nuse, që nga veshjet tradicionale, kulturat e tradita shqiptare e deri tek surprizat që i ka përgatit familja për këtë mbrëmje kaq të veçantë për të, ndihni materialin deri në fund dhe do i kuptoni të gjitha. Tashmë pranë vetes se kam fjollën, për cilën jemi mbledh të gjitha, po them kështu të gjitha, pasi që është nata e beqarisë, nata e çikave, fjolla është të shkëlqy, po duket shumë bukur. Mashallah. Faleminderit. A ke emocione s'fare? Heq. Seriozisht? Nashta që jam mësu shët me dal para kamera, para publikut, nuk me kam problem heq. Nashta, para se me inë sol, më shtohet stresi, po për momentin nuk kam, shqyqër. Fjollë po duket shumë bukur, veshje tradicionale pas kanë shumë hije, edhe tamam ashtu nuse e Drenicës. Fix. Tregom, po du me të këthi pak në kokë shtot. Petriti ishtu po stres ma shumë se te, se e takun para prakisht. Tregon që shini njoftu me Petriti që sa kohë jeni bashkë, që tash marrë deri të martesa duhet një kohë gëgja e madhe. Kur është personi duhet nuk duhet koha shumë e gjatë, unë e një Petritin tuj se që tash që 3 vjet, jena bashkë që 2 vjet. Që shina njoftu me Petritin, kina punu bashkë, në fakultet ku edhe kina studiu të dëtë, kina punu rreth 1 vite, edhe se kina ditë që kina fatin e jetës për Mas 1 viti ka fillu dhe me thonë gjithë shka. A ta kishë mërë menja që kime përfundu na herë me kolega, i konë kështu që one me kolegë kur nuk kom e pas diçka? Nuk jom konë që ashtë, po me Petritin s'ma ka morë menja. Ashtë me kolegë së është që kum pas në emenim, po për një me Petritin e kena pas një raport shumë shoshnor, që tash besoj që është qaja pika e fortë e jona që na e mon lidhjen, dhe me thonë, vazhdimisht ma të fortë çdo ditë, që jena dhe me thonë si shok. Po, jeni një qift i komentuar goxha shumë edhe në rrjetet sociale, tregom kështu, ajo ndikon kjo ndoshta në jetën personale, sepse t'jesh të dy fytyra publike është pak më e vështirë mas në jetën personale në mbajt pak më private. Jo, nuk është që ndikon se e menaxhojna mirë atë pjesën e për mi mojtë, do me thonë, me ndo jetës sociale për jetës tonë personale. Jo gjithë shka e postojna ndodhë për një mes, njerës pak për kërë që kuptojnë, dhe sa ne bon pak për ajgore, pak shtë të po. Me këtë gjali Drenicës edhe me lok grujen a isa njëtë me po, duhet gëgja po. Ka shumë keq kuptime, ma bëjt qysh po t'len, kështë ka Drenica, kështë është një Drenicës, po me t'jen Drenicës nuk ka. A je sigur? Shumë e sigur, ta s'po duk në e sigur. Kamermanin e kena 5, me lësë që po të ma të mirë 5 a Drenicës. S'është e vërtet. Jo. Tregom, sa ki mujtë më për 7, ndoshta, sepse prejardjen të e ke për cili vend? Unë jam kështu të Prishtinës, po prejardjen gjyshe ka pej Shalës Bajgorës Mitrovic. Do me thonë, Drenicë, Prishtinë, 2 kaje goxha ndryshme, sepse ti je rritje lindë këto. Edhe tregom, a ki mujtë më për 7? Po. A është vështirë? Nuk është vështirë as pak kur është njëri duart. Të janë një muzikë kështu me melodia. Tregom qysh të pritën familja e Petritit? Është shumë mirë. Petriti vetë se është shumë i lidhur me familjet tina, nuk ka motër, edhe për çat fakt besoj që edhe vëllezërit e Petritit janë lidh pak shumë me mua edhe unë vetë që i kom 3 vëllezënie, e kom atë raportin njëjtë sikur me ta, edhe më kanë pritur shumë mirë. E kam raportin shumë të mirë si me vllaznit Petritit, si me nanën e Petritit, se e kam vjerën bukuroshe si qik 3. Keni me palën edhe babi Petritit në ekstrem po edhe familja e gjanë e Petritit, kejtë më kanë pritë mirë, se janë kështë familje e madhe. Adin nashta ju që jenë mësu onën me një rreth, a më shumë, mikë pritin e kam pas shumë. Po vjen shumë mirë që prej një nusës, faktikisht 2026, po i ndëgjoj që të fjallë për vjerëri. S'ka... A të kujtohet takimi parë kur i bo me ta? Me vjerën, po që jo. Apo të emocione heq? Shumë ku pas emocione, për shkak që kjo është një familja, edhe pse thujna që se ka rolin e rëndësishëm lidhje, e ka gja një rol të madh me një lidhje ku i tu e kalu, po e kom pas shumë të letë, se u konë shumë e kuptueshme, shumë e dashne, kom një raport në ekstrem të mirë edhe se kom problem. S'kom pas as një keq kuptim, as kur gjë, se normal,
keq kuptime ndodhin, po diçtash jo, se e kemi kuptuar ndoshta tipin e njëra tjetrës edhe çajo ka bëu që më na me pas një raport shumë të mirë. Kështu që emrin që ka vjera jute? Jo se kallza. Unë dhe shta mi thonë që lëmë të çfarë nusë paskë. Okej, ti thujsh. Lëmë të çfarë nusë paskë. Tregon familjes sonde, kur i tregova që shëpritën. Ato është. Se cili e ka prit ndryshe. Vllaznia po më intereson. A vllaznia për motër, motra ndrenit. Jo, e kanë prit nashta pak jo mirë për shkak që jam e vogla e shtëpisë, edhe jam kohën e para që kom tregu që vetë jam njoftuar me, do të thonë kom gjet, që thonë ta e kam gjet. Nuk është se kanë prit mirë, për në momentin që kanë njoftuar Petritin, ne kanë pas fanierë është Petrite, ata janë shumë të lumtur çfarë fati kom pas, edhe kanë një raport shumë të mirë edhe me Petritin. Qa këshëm ju thotë të dy familjeve? Sonte me përcjell një mesazh për të dy familjet. Mos gaboni mu ullë, me vallëzu, me koll, edhe faleminderit shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohën, sidomos familja që më ka ardhur prej jashtit, që ka gjetë kohën për më ardhë. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj që kena mu knaq. Qysh keni mu knaq, ti s'ki mu nal heq. E Petriti qa i kështë thonë, para si me vesh vellën e bardhë. Para se me vesh vellën e bardhë, i kisha kur gjë tjetër vetë se të dua shumë. Qa kena me prit prej fjollës sonte? Çka s'keni me prit, domethënë veshjet e ndryshme, po, që se ajo është pjesa kryesore e natës. Domethënë veshjet tradicionale dallon, dimia, veshja e drenicës, e kam një fustan që ku me hi me shoshni, edhe e kam më fund vellën. Opa, shumë mirë. Fjollë shumë urime, ju uroj një gjatë bashku me tonat mirat e botës. Tash një vetë me një bebe. Kësi urimi tradicionali ke gjiptarëve. Që shjete, a e mirë. Faleminderit edhe ju shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohën me ardhur, shpresoj që edhe na kena mu knaq. Sepse unë me fjollën njëm edhe për rrjetet sociale, kështu që përveç që unë sot jam në rolin e gazetares, jam edhe një shoqe e mirë e fjollës. Po besoj. Një pjesë e kanagjegjë, e para e vallës. Gjithçysh mi dilin e ko që ko marrë me vete. Qashtet. Qikus dashur, po du mi u la bashkë në vazhdimësi me atmosferën e kanagjegjit. Tash jemi në pjesën e shoqënisë, ku ka ma mirë se me pas shoqëni që ta kallin atmosferën. E unë pran vetës e kam Lodianën e cila para pak muajsh u konë pozitën e vjollës. Po dhemi kështu sepse jeti ju, urime se nuk jemi po mo. Falenderit, shumë falenderit. Tregom si njesh me vjollën, ato fillimet ndoshta apo dhe ju njihni për rrjetet sociale. Malla për rrjetet sociale na me fjollën, në TikTok. Tani na ka rrodhe kështu më ponë si t'i grillë ma shpesh. Tani tha hajde dhe ti dha gjotin kanagje. Mira ka po që më ka thirë se kështu ashtu kanagje që s'kom pos. Thash hajde vi edhe të resti. Tregom qysh për pratë sonte atmosferën, qysh për pratë fjollën si nusë, nuk e ki po, halo a e ki po? S'po t'kallzoj. Jo, unë e fjollën zakonisht nuk e shoh shumë t'lyme, edhe tash ti po di që ka me naron sy krejtve se fjolla zakonisht nuk lyhet, e tash ti kur t'vjen për presa ma ashtu me pa durim. Unë për veti po e për tjerë se di. Cila veshje po mendoj që ka me ndajt ma mirë fjollës sonte? Dimija nashta, se s'është najtë e pasi dimija, s'po di që shka më dogë. Më doket për shumë fjollën të po me dimija. Sholla nuk e me kam këmetës me dimija. E pritshme, gjithë shka sonte. Se di unë aty, unë i ku morë vesh dëlloj me pos po foli. Ma mirë mos folë që të na i kena morë vesh, po filojna për fund. Për fund. Çka i kishe thonë fjollës? Senet ma të mira, do më thonë njët mi pas, edhe veç sukses në biznesin e ri po ashtu. Kjo është me mira, mi uru biznesit fatë Si shumë. më në gjeloze, si tjerat për femna, unë kom qenë me përparu. A je sigur? 100%. Mirë, kjo është kryesorja. Unë kam qenë me përparu krejt qikat, veç mos me konë do me thonë me marë pare për dikujnë apo den, me prit. Ma mirë është pi pasanat e veta vetë, i bojnë kejtë sanat qka dojnë vetë, edhe qka. Jo me Emken, një tjetër shoqet fjollës, a jeni njoftu edhe jo për rrjetet sociale, a keni na lidhje ma herët? Natyrisht veç për rrjeteve sociale. Kjo është e mira kur bën shoqni për rrjetet sociale, një mirë e rrjeteve sociale. Po, definitivisht shumë pak persona e kuptojnë këtë rëndësinë që kur merresh me TikTok, normal që edhe kime zgjonun rreth, kime njoft njerëz sa ma shumë. Edhe tani është kjo pjesa që shtot kur ju vjen dita me thirr në përnaja kanagjeja, këto është
shumë ndjesi e mirë. A i ki prit në herë që ki me bo shoqni pej rrjeteve sociale, so që me ardhe dhe me ndo natën ma të rëndësishme bashkë me ta? Jo, mu për herë parë më ka ndodhur me fjollën, më janë nisë mu komentu e mu lajk me dikën pa e njoft. Edhe mu njëjtë. Edhe kështu që Duke që fjolla ka energji pozitive, pra ndaj edhe në të rej krejtve. Definitivisht po, ajo është. E ki po, ma herët po shikite do ma e fjollës, qysh të do, kë momenti i parë që e pe. I që ako nisë mu rënqet edhe veç e këqërsha, te për mirë. Cilat veshje po mendon që ka vinajt ma mirë fjollës sonte? E Drenicës. Veshje e Drenicës. Unë shumë i du kështu të teshat kombëtare. Tradicionale, a? Okej. Me nëzis po presme, po. Dimja edhe këto s'kanë dyshim që kanë vinajt Nga dalloma. Po, ama që e pjesa e veshjeve kombëtare me nëzis po presme, po. Qa këshemi tha fjollës sonte për mes kamerës son? Po la, të dua. Shëzmish fjollës, unë sonte i kum hirand, kështu të kretjëm të i marrë intervjist ka pak, e një ndërto është edhe Kaltrina, e cila janë, ju ka po puna bashkë, po themi kështot. Po për mes punës jemi njëftu, kur ka arë fjolla në halakate, edhe atë kemi njëftu dhe për herë parë, edhe tash jemi shoqe shumë të mira. A e ki po fjollën sonte që shpo do këta ende? Jo, be fasti tha pja u lokë, as snap, as kur gjo për që di as TikTok ende s'ka postu, a gjithë shka be fasti kështë që ende. Po dojnë me po reagimin tu në live njëherë, tani mi postu në TikTok, po besoj që kjo është prishmëria e soj. Po që kjo edhe performanca e saj me kong medës që tha, kështë që po presim diçka. Po presim diçka, qka i kështë do fjollës sonte? A i kësha uru lumëturi edhe krejt mirat njëtë, sepse i meriton, edhe letet në fillimin barë. Fjolla edhe prej Kaltrinës e ki një mesazh gëgjat bukur. E shikuzdashtur ka që keshme sa i përket këti materiali në natën e Karnaxhegjit e fjollës, me tradita mesule, tupana e defin, ashtu si që dënë tradita shqiptare, deri tek surpriza që ishte këngëtari i mirënjohur për gjithë shqiptarët Meda. Me këngën e Medës po përmbyllen gjithë materialin e ditës së sotme, duke falendëruar juve që vazhdu dhe shoqëruar me emisionin Amel në ekranet e TV1 deri dielën të tarshme, mirëmbëjtje.